Selamu alaikum. Lusë Allahun t'jeni të gjithë mirë. Abdullah ibn Abbasi, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, thot: banorët e Yemenit vinin për haxh, ndërkohë nuk merrnin pajisjet që u nevojiteshin për rrugë. Thonin: ne jemi ata që mbështeten. Ndërkohë kur vinin në Mekke, u kërkonin njerëzve. Allahu i lartësuar zbriti ajetin kuranor: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dhe pajisuni me gjërat që u nevojiten për rrugë. Dijeni që pajisja më e mirë është devotshmëria. Vllai nderuar, motër e nderuar, merri shkaqet dhe mbështetju Allahut të lartësuar. Por jo vetëm mbështetja, nevojitet edhe ti marrësh shkaqet, të përpiqesh, të kërkosh, të mundohesh dhe normal, suksesi është në dorë të Allahut të lartësuar. Pra, merri shkaqet dhe mbështetju Allahut të lartësuar.